Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Pse e marrim ne darkën e Zotit? Pjesa më e madhe e njerëzve nuk ka ndonjë ide përse bëhet fjalë. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini sërish në programin Prekja e Zotit. Një mësim nga Dr. Charles Stanley. Përpara se të kryqëzohej natën e fundit, kur po darkonte me dishepujt e tij, Jezusi në mënyrë simbolike shpjegoi misionin e tij. Ne zakonisht e përcaktojmë këtë ngjarje si darka e Zotit. Përmes bukës edhe verës, Jezusi zbuloi një marrëveshje të re ndërmjet Perëndisë dhe njeriut. Premtimi i ri do të përmbushej ditën tjetër, në kryq jashtë Jeruzalemit. Edhe tani, kur do herë që ne si besimtar marrim pjesë në darkën e Zotit, pohojmë që jemi të mbuluar nga një beslidhje e re. Në transmetimin e ditës së sotme, Dr. Charles Stanley rishqyrton kuptimin edhe qëllimin e të mbledhurit bashkë dhe na fton të mos e shikojmë si diçka thjesht rituale. Le ta ndjekim së bashku. Nëse do të pyesni njerëz me nivel mesatar, pse e merrni darkën e Zotit, shumica do të përgjigjeshin: e bëjmë sepse Jezusi tha tek Ungjilli Lukës kapitulli 22, vargu 19, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Ose dikush tjetër mund të thotë: shiko, unë jam një antar i një kishe dhe kisha ime e bën këtë gjë gjithmonë. Ata e marrin darkën e Zotit së bashku dhe nuk e kanë iden se çfarë kuptimi ka ajo për ne sot. Një njeri me një nivel mesatar të rritjes frymore në kisha tona sot nuk din ndonjë gjë tjetër për kuptimin e saj përveç faktin se ka të bëjë me vdekjen e Jezus Krishtit dhe se ai vetë tha: bëjeni këtë në përkujtimin tim. Dhe ajo çfarë lexojnë zakonisht është: bëjeni këtë gjë në përkujtim të vdekjes time. Por Jezusi nuk kishte këtë gjë në mendje. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 11, vargu 24, ai tha: ky është trupi im, që është thyer për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Ndërsa tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 11, vargu 26, ai tha: sepse sa herë të hani nga kjo bukë ose të pini nga kjo kupë, ju shpallni vdekjen e Zotit derisa ai të vijë. Darka e Perëndisë shpall vdekjen e Jezus Krishtit. Ne e bëjmë për të kujtuar personin e Jezus Krishtit. Ti ndoshta thua: ç'lidhje ka vdekja e Jezus Krishtit 2000 vjet më parë dhe marrja e darkës së Zotit me jetën time sot? Dua të filloj duke ju kërkuar miq të dashur, të lexojmë së bashku kapitullin e 22 të Ungjillit sipas Lukës. Shkrimi thot në vargun e 15 se ai shpreh dëshirën të jetë me ta atë natë, sepse e dinte se çfarë do të ndodhte mëngjesin tjetër, edhe pse dishepujt nuk e kishin kuptuar. Në vargun 15 ai u thot: atëre ai u tha atyre: kam pasur dëshirë të madhe të ha këtë Pashkë bashkë me ju, para se të vuaj. Mbani mend, Pashka e hebrejve është festa e largimit të tyre nga Egjipti. Sepse po ju them se nuk do të ha më të tillë derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë. Pastaj mori kupën, falenderoi dhe tha: merreni këtë dhe ndajeni midis jush, sepse unë po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardhis derisa të vijë mbretëria e Perëndisë. Pastaj mori bukën, falenderoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë: ky është trupi im që është dhënë për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. Po kështu, pas darkës, mori kupën duke thënë: kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju. Çfarë donte të thoshte Jezusi me termin një beslidhje e re? Nën kupton se ka patur një të vjetër. Çfarë ka të bëjë beslidhja e re me ne që jemi besimtar të shekullit 21? Për ta kuptuar, ti dhe unë kemi nevojë të kuptojmë se si dy njerëz mund të vijnë në një gjendje që duhet të shkëputen nga një beslidhje ose të bëjnë një marrëveshje beslidhjeje me njëri tjetrin. Dy njerëz mund të hyjnë në një marrëdhënie beslidhje me njëri tjetrin. Ata duhet të takohen dhe gjëja e parë që duhet të bëjnë është të ndryshojnë. Gjëja e dytë që duhet të bëjnë është të zbërthejnë armatimin e tyre, shpatën e tyre, mburojën e tyre e kështu me radhë. Nëse kanë një mburojë, duhet ta lënë për tokë dhe duhet të ndryshojnë armët.
Pastaj duhet të presin kyçin e dorës dhe t'i bashkojnë duke lënë gjakun e tyre të rrjedhë së bashku. Kjo nënkuptonte që ata ishin bërë një në beslidhjen dhe marrëdhënien e tyre me njëri tjetrin. Jo më dy, por një. Gjaku i tyre u përzie së bashku. Tani shenja e të gjakut, kudo që ata vendosin duart ose trupat e tyre të bashkuar, ishte aq e madhe sa që mund të shikohej lehtësisht nga dikush tjetër. Kështu, nëse do të hyje në bisedë dhe të diskutoje me një djalë që ka një shenjë goxha të madhe në dorë, do ta dije që ai ka një vëlla gjaku me të cilin ka bërë një beslidhje. Sipas beslidhjes, në qoftë se do të ishin në telash, ai do të shkonte tek shpëtimtari i tij. Kështu që ti do të bëje mirë të kishe kujdes, të mendohesh e 2 herë përpara se ti bëje ndonjë gjë. Jo vetëm kaq, por ata do të ndryshonin edhe një pjesë të emrit të tyre. Kështu ata do të kenë pjesë të emrave të njëri tjetrit. Ata duhet të presin në copa një kafsh poshtë në të djathtë të mesit. Ata duhet të bënin një zotim, një betim se do ta mbështesin njëri tjetrin në çdo kohë dhe situatë. Pastaj gjëja e fundit që duhet të bëjnë është të hanë një vakt. Tani ushqimi ishte shumë i thjeshtë. Ata kishin një copë bukë që e shkëmbenin me njëri tjetrin. Unë duhet të jap një pjesë të bukës sime dhe gjatë këtij procesi do të them: kjo copë buke është simboli im dhe ndërsa ti e ha këtë, unë do të vi në ty dhe do të bëhem pjesë e jotja. Të njëjtë gjë bënte edhe tjetri. Pas kësaj, ata do të shkëmbejnë kupën e tyre të verës. Kështu ata po shkëmbenin jetën me njëri tjetrin. Kjo do të thoshte që ata i përkisin njëri tjetrin. Unë po vi në ty dhe ti po vjen në mua. Kështu ne futemi në një beslidhje gjaku me njëri tjetrin. Kështu pra, çfarë do lloj gjëje që vepron tek njëri, vepron edhe tek tjetri. Kurdo që njëri është në nevojë ose kurdo herë që ai është në zjarr, tjetri është përgjegjës ta ndihmojë të dalë nga ajo situatë. Ishte një beslidhje gjaku. Fjala beslidhje do të thotë të presësh. Ata pren një beslidhje me njëri tjetrin. Kështu u lidhen së bashku në një marrëdhënie që do të zgjaste për jetë. Tani, me këtë në mendje, nëse mundesh, shko tek Zanafilla kapitulli 15 dhe duhet të kujtoj një kohë kur Perëndia bëri një beslidhje me një njerit të vetëm, që është Abrami. Dhe kujtoni për pak minuta atë që i tha ai Abrami. Ai e gjeti Abramin brenda një shoqërie pagane dhe e thirri të shkonte në një vend tjetër. Perëndia vetë filloi një beslidhje me Abramin, që është një mëkatar, megjithse ai u bë i drejtë duke besuar Perëndin. Perëndia filloi një beslidhje sepse njeriu nuk do të mund të fillonte një beslidhje me Perëndin e shenjtë. Tani dëgjoni se çfarë ndodhi në vargun e parë tek kapitulli 15 i Zanafillës. Mbas këtyre gjërave, fjala e Zotit ju drejtua Abramit në vegim duke i thënë: tani vini re se si e shpjegon ai emrin e tij Abram. Jo Abraham, por Abram. Mos ki frikë Abram. Unë jam mburoja jote. Perëndia nuk i dha atij një shpatë dhe një mburojë. Perëndia i tha Abramit: unë do të jem mbrojtësi yt. Shpërblimi yt do të jetë shumë i madh. Unë do të jem siguruesi dhe mbrojtësi yt. Por Abrami i tha: Zot Perëndi, çfarë do të më japësh, sepse unë jam pa fëmijë dhe trashëgimtari i shtëpisë sime është Eliezeri i Damaskut. Dhe kështu ai i tregon se do t'i dhurojë një djalë Abramit në vargun e 4. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua duke i thënë: ai nuk do të jetë trashëgimtari yt, por ai që ka për të dalë nga të përbrëndshmet e tua do të jetë trashëgimtari yt. Atëherë Zoti i tha: sill një mështjerr 3 vjeçare, një dhi 3 vjeçare, një dash 3 vjeçar, një turtull dhe një pëllum të ri. Atëherë Abrami i shpuri tërë këto kafsh, i ndau më dysh dhe vendosi secilën gjysmën përballë tjetrës, por zogj nuk i ndau. Dhe disa zogj grabitqar zbritën mbi kafshët e vrara, por Abrami i përzuri. Me perëndimin e diellit, një gjumë i rëndë e zuri Abramin. Dhe ja, një llahtari dhe një errësirë e thellë e kapluan atë. Perëndia e vuri të flinte sepse në atë moment po ndërpriste beslidhje me Abramin. Ishte ideja e Perëndisë dhe jo e Abramit. Tmerr dhe një errësirë e madhe ra mbi të. Kështu Perëndia i jep Abramit një profeci të 7 fish që është përfshirë në këtë beslidhje. Atëherë Zoti i tha Abramit: dije me siguri
që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend që nuk do të jetë i tyre, dhe do të jenë sklever dhe njerëz të shtypur për 400 vjet. Por unë do të gjykoj kombin, shërbyesit e të cilit do të kenë qenë. Pas kësaj, ata do të dalin me pasuri të mëdha. Sa për ty, do të shkosh në paqe pranë prindërve të tu dhe do të varrosesh pasi të kesh arritur një pleqëri të bukur. Por në brezin e 4, ata do të kthehen këtu, sepse padrejësia e amorejve s'ka arritur ende kulmin. Kështu ai ju thot atyre të gjitha gjërat që do të ndodhin. Ai thot duke filluar në vargun e 17. Por me të perënduar dielli dhe me të zbritur errësira, na del para syve një furrë që nxjerr tym dhe një pishtar i zjarrt që kalon përmes kafshëve të ndarë. Kjo është vetë prezenca e të plotfuqishmit, Perëndisë së shenjtë dhe të drejtë në mënyrë simbolike, duke kaluar nëpër ato kafshë, duke bërë një beslidhje të përjetshme me Abramin. Dhe ai ju tha atyre në vargun e 18. Po atë ditë Zoti bëri një beslidhje me Abramin duke i thënë: Unë ju ja pasardhësve të tu këtë vend, nga porroi i Egjiptit deri në lumin e madh, lumin e Eufratit. Kështu Perëndia i tha atij: Kjo është beslidhja. Nëse do të ktheheni për një moment te kapitulli 17 i Zanafillës, më lejoni t'ju tregoj çfarë ndodhi. Perëndia i tha atij: Unë do të jem për ty ajo që ti ke nevojë, buroja jote, parzmorja jote, shpërblimi yt. Ti mund të mbështetesh tek unë, Abram, duke qenë se unë bëra një beslidhje me ty. Dua të shikoni, nëse mundeni, tek Zanafilla kapitulli 17, vargjet 1 deri në 4. Kur Abrami u bë 99 vjeç, Zoti i doli përpara dhe i tha: Unë jam Perëndia i plotfuqishëm, ec në praninë time dhe qëndroj i ndershëm, dhe unë do të caktoj beslidhjen time midis meje dhe teje, dhe do të shumoj fort. Atëre Abrami përuli fytyrën në tokë dhe Perëndia i foli duke i thënë: Sa për mua, ja, unë po bëj një beslidhje me ty. Ti do të bëhesh babai një shumice kombesh. Tani le të rikthehemi asaj që tham pak më parë. Kur dy burrat bën një beslidhje, ata shkëmbyen emrat e tyre. Zanafilla kapitulli 17, vargu i 5. Dhe nuk do të quhesh më Abram, por emri yt do të jetë çfarë? Abraham, sepse unë të bëj baban e një shumice kombesh. Tani dëgjoni me kujdes. Në fjalët Elohim dhe Jahve, fjala kyçe është H, Jahve dhe Elohim. Perëndia i tha Abramit: Nuk do të quhesh më Abram, por emri yt do të jetë Abraham. Unë po të jap një pjesë të emrit tim. Dhe pas kësaj, ai u quajt Abraham. Tani që të bësh një beslidhje që është në mënyrë simbolike në mish, shiko çfarë bëri Perëndia. Nëse do të vini re në Zanafillën kapitulli 17, vargu 9 dhe 10. Dhe ty dhe pasardhësve të tu, pas teje, do t'u jap vendin ku ti banon si një i huaj. Tër vendin e Kanaanëve në pronësi për gjithnjë, dhe do të jem Perëndia i tyre. Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: Nga ana jote ti do ta respektosh beslidhjen time, ti dhe pasardhësit e tu, nga një brez në tjetëri. Në këtë mënyrë Perëndia po i thoshte kombit të Izraelit nëpërmjet Abrahamit: Kjo është një shenjë marrëdhënies tënde me mua. Kjo është një simbol i beslidhjes son, dhe kjo gjë do t'i bëhet çdo fëmijë mashkull si një simbol dhe një shenjë e beslidhjes me Perëndin. Perëndia filloi një beslidhje të re me Abrahamin. Perëndia është i vetmi që e filloi. Është i vetmi që tha: Unë do të jem siguruesi yt. Tani kur vim tek Testamenti i Ri, në kapitullin e 22 të Lukës, ju do të thoni çfarë lidhje ka e gjitha kjo me ne besimtarët e shekullit të 21. Dëgjoj me vëmendje çfarë tha Jezusi në kapitullin e 22, vargjet 19 dhe 20, ndërsa ul me ta mbasi kishin ngrënë darkën e Pashkës. Pastaj mori bukën, falenderoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë: Ky është trupi im që është dhënë për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. Po kështu pas darkës, mori kupën duke thënë: Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim që është derdhur për ju. Diçka do të ndodhte. Diçka do të ndryshonte. Çfarë? Në darkën e Pashkës, Jezusi po u thoshte dishepujve të tij dhe neve, më dëgjoni me kujdes: Perëndia i plotfuqishëm,
Jahve, Elohim, Adonai, po hynte në një beslidhje të re me gjithë njerëzimin. Beslidhja e Perëndis ishte me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin dhe të gjithë pasardhësit e tyre. Por tani Jezusi po ju thot apostujve se Perëndia do të fillojë një beslidhje të re. Nuk është një beslidhje e kufizuar vetëm për judenjt dhe hebrejt. Është një beslidhje që Perëndia filloi ta bëjë me gjithë njerëzimin. Perëndia do të hyjë në një marrëdhënie të re me gjithë racën njerëzore përmes birit të tij, Jezus Krishtit. Prandaj Jezus Krishti, biri i Perëndis, erdhi në këtë botë për të bërë çfarë? Ai tha tek Ungjilli Mateut, kapitulli 10 vargu 45, sepse edhe biri i njeriu nuk erdhi që t'i shërbejë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Tek Ungjilli Gjonit, kapitulli 10 vargu i 10, Jezusi tha: "Vjedhsi nuk vjen vese për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që ta kenë jetën e ta kenë me bollëk." Të ndarë nga një marrëdhënie beslidhje, ne nuk kemi jetë. Jezusi në tavolina të natë nuk ishte vetëm pjesë e një beslidhjeje hebreje. Ai po bënte një beslidhje të re. Perëndia po fillonte një beslidhje të re me gjithë qenien njerëzore. Dhe ajo beslidhje duhet të qëndronte në gjak. Perëndia po fillonte një beslidhje nëpërmjet Zotit Jezus Krisht. Kështu ai ju tha atyre, ashtu si dy vëllezër ose si dy burra që takojnë së bashku për të bërë një beslidhje. Kjo bukë është trupi im, që është dhënë për ju. Kjo kup është beslidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju. Ky është një simbol, një testament, një beslidhje e re që Perëndia filloi pikërisht në ato moment. Menjëherë pas darkës së Pashkës, pasi festoi me dishepujt e tij, Jezus Krishti shkoi në kryq. Ai vdiq në kryq për mëkatet e mia dhe të tuat. Perëndia i plotfuqishëm zbriti nga qielli në tokë te kjo botë jo besimtare dhe bëri një beslidhje me anë të së cilës çdo njeri, pavarësisht nga koha apo vendi ku jeton, nga ai moment e tutje, në qoftë se beson në sakrificën e vdekjes së Jezus Krishtit për shlyerjen e mëkateve në kryq, hyn në një beslidhje me Perëndin. Në qoftë se ne shikojmë tek Jezus Krishti e vendosim besimin ton tek ai për faljen e mëkateve tona, ne hyjmë në një marrëdhënie beslidhje me Perëndin e plotfuqishëm. Kjo beslidhje është e pakthyeshme, e pandryshueshme, e përjetshme dhe e qëndrueshme. Ne bëhemi pjesë e familjes së Perëndis për jetë. Perëndia i plotfuqishëm ka premtuar se do të plotësojë nevojat e të gjithë atyre që kanë hyrë në beslidhje me të. Tani më lejoni t'u bëj një pyetje. Si mund të ecin njerëzit e Perëndis duke parë dështimet, duke pasur nevoja dhe duke mos patur plotësimin e tyre, ndërkohë që unë dhe ti kemi hyrë në një marrëdhënie beslidhje me atë që ka dhënë veten e tij për ne. Perëndia i plotfuqishëm na ka bërë një beslidhje me ne. Ai na ka premtuar se do të jetë paqja jonë, siguruesi dhe drejtuesi ynë. Ai do të jetë çdo gjë që kemi nevojë. Kjo është arsyeja që Pali tha tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 2 vargu 9 dhe 10, sepse tek ai, Krishti, banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Dhe ju keni marrë plotësisht në të, sepse ai është kreu i çdo principate e pushteti. Kur ke Jezus Krishtin, ke gjithçka. Gjithçka. Perëndia ta ka premtuar këtë. Ti ke një marrëdhënie me Perëndin e plotfuqishëm. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. A mund t'i shterosh burimet e Perëndis? A mundesh vallë? Ndoshta mendon se nuk mund t'i shterosh burimet e Perëndis dhe je në një beslidhje me një Perëndi që është i pashtrueshëm në atë që zotron. Ai na do, na fal dhe na ka dhënë privilegjin të kërkojmë atë që kemi nevojë, si diçka që është e jona. Përgjigjen ne e gjejmë tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 19. Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja, sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin. Sepse unë dhe ti kemi hyrë në një beslidhje me të, dhe ai ka përgjegjësinë për të plotësuar çdo nevojë time. Kur nevojat rriten, unë e di kush është përgjegjës për këtë. Tani kur vim në tavolinën e darkës së Zotit, shpesh herë jemi të qetë. Por sa më shumë kuptoj çfarë ndodh në darkën e Zotit, aq më shumë kuptoj që nuk është koha për të qenë i qetë. Është koha për të thirrur haleluja. Ti dhe unë jemi në një marrëdhënie beslidhje me këtë Perëndi që është përgjegjës të na ndihmojë në kohë nevoje. Ai është përgjegjës. Ai e ka vërtetuar atë, se sa shumë ju to. Ai e di cili është problemi ynë më i madh. Ne kemi një pamje të shtërmëruar të Perëndis.
Ne nuk e shohim Perëndin në madhështinë, dashurinë, mirësinë dhe zemërgjerësinë e tij. Ai nuk ka vetëm mëshirë, por edhe mirësi dhe lirësi ndaj meje dhe teje. E dini cili është problemi ynë? Është me të vërtetë i thjeshtë. E ka emrin pa dituri. Ne nuk e dim ose harrojmë se kush jemi sipas kësaj beslidhjeje. Harrojmë si është marrëdhënia jonë. Ne jemi bashkuar me Perëndin e plotfuqishëm nëpërmjet gjakut të birit të tij. Kjo është një marrëdhënie e pandashme. Kur kupton se kush je në Krishtin Jezus dhe zotimin që Perëndia të ka bërë, gjërat marrin një tjetër kuptim. Miku im, gjithçka që zotrojmë i përket atij. Koha jon është koha e tij. Jeta jon është jeta e tij dhe më shumë se kaq. Ai ka dhënë jetën e tij për ne. Pali thot tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 3, vargu i 4. Kur të shfaqet Krishti, jeta jon, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Çfarë tjetër mund të jepte Perëndia më shumë se sa kaq? Ai ju ka dhënë jetën e tij të shenjtë. Nëse nuk kapesh pas kësaj të vërtete, nuk do të jesh kurrë i aftë të japësh aq sa duhet. Gjithmonë do të dëshiroje të jepje më shumë. Fillojmë të mendojmë, unë duhet ta bëj këtë. E kam për detyrë, përndryshe çfarë do të mendojë Perëndia për mua? Ai të do. Ai do thjesht që ju të motivoheni. Nga çfarë? Nga njohja e tij. Dhe kur ta njihni, e gjithë jeta juaj do të ndryshojë. Ndoshta po thua, çfarë lidhje ka kjo me darkën e Zotit? Ne vim me bindje në fjalën e Perëndisë. Bëjeni këtë në përkujtimin tim, vendimi gjallë, pushtet i Krishtit. Dhe ai tha, kur ne e bëjmë këtë, ne shpallim vdekjen e tij. Ne shpallim se shlyerja e mëkateve nga Jezus Krishti është e vetmja shpresë shpëtimi për njeriu. Është gjaku që shpengon njeriu nga të gjitha ligësitë e tij dhe nga të gjitha padrejtësitë e tij. Është mënyra e zgjedhur nga Perëndia për të bërë beslidhjen me njerëzimin. Kur marrim darkën e Zotit, ne e lavdërojmë atë, e falenderojmë, e adhurojmë dhe shpallim me zë të lartë karakterin e tij madhështor. Kështu sa herë që merr darkën e Zotit, mbaj mend se po vjen në adhurim, lavdërim dhe falënderim që Perëndia yt i shenjtë bëri një beslidhje me ty nëpërmjet birit të tij, Jezus Krishtit, duke të përfshirë ty në trashëgiminë e tij. Është mëkat i mosmirnjohjes të shmangësh një darkë që përfaqëson kaq shumë gjithçka që ti je dhe gjithçka që ti ke. Në programin e ditës së sot me Dr. Charles Stanley na mësoi se përpara se të marrim pjesë në darkën e Zotit, duhet ta përgatisim veten tonë duke pohuar edhe penduar për të gjithë mëkatet tona dhe të pajtohemi me të gjithë njerëzit që mund të jemi zemëruar. Vetëm kur vim në tavolinën e darkës së Zotit me zemër të pastër, mund të kuptojmë me të vërtetë që ne jemi të mbuluar me një beslidhje të re. Qëllimi i Perëndisë për jetën tonë është të rritemi frymërisht. Letra e 2 e Pjetrit, kapitulli i parë, na jep disa mësime praktike për ta bërë atë një realitet. E 2 e Pjetrit, kapitulli i parë, 5-8. Edhe ju, për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, t'i shtoni besimit tuaj virtytin, edhe virtytit diturinë, diturisë vetë kontrollit qëndresën, qëndresës perëndishmërinë, mëshirës dashurinë vllazërore dhe dashurisë vllazërore dashurinë. Sepse nëse këto gjëra gjenden në ju me shumicë, nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac edhe as të pafryt në njohjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sot me minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.